Eksperti i gjumit zbulon se çfarë duhet të pini që të flini si gjinj. Një ekspert i gjumit dhe profesor i universitetit është specializuar në marrëdhëniet që ka gjumi dhe performancat e atletët elitar. Ka kërkime që tregojnë se gjumi i paraprir nga kafeja është më efektiv për vigjilencën dhe performancën për orët në vazhdim, sesa kur e pini vetëm kafen ose kur bëni vetëm ndremitje të drekës. Kështu, e quajtur në anglisht Cappuccino është një mjet i dobishëm i rifitimit të energjive, sidomos për ato që përdorin kafeinë dhe mund të shoqërojnë atë së bashku me një sygjym të shkurtër 20 deri në 30 minuta. Në intervistë lidhur me këtë temë për të konfirmuar atë që duhet të bëjmë, gazetari e pyeti ekspertin. Pra, nëse do të doja të bëja një sygjym tani, duhet të pi një ekspres dhe më pas do të shtrihem. Eksperti i gjumit u përgjigj. Pikërisht ashtu. Paralajmërimi është se ju duhet të shtriheni për gjumë brenda 10 minutash, ndryshe kafeina fillon të hyjë në gjak dhe jep edhe efektet e kundërta.